Vullneti qytetarëve është brenda këtij votimit dhe po besoj se në orën Ka në kuptoj rënja e votimit të qytetarëve nga KQZ-ja. Ka qenë një ditë e qetë e mirë, një ditë për demokraci, prandaj unë i përgëzoj gjithë qytetarët për maturinë që e kanë treguar. Tash duhet të presim që procesi numërimit të përfundoj dhe të kemi rezultatet përfundimtare nga të cilë. Pse u lodhën qytetarët që nuk dojnë në zgjedhje? Kanë dalë për të votuar, pra kemi që janë të motivuar, por ka rënjën sipas ekzekullave dhe televizës dhe vetë shihni këtë rezultat deri tash sa po flasim. Unë nuk dua të komentoj ekzekutollet, sepse e kemi KQZ-n, është institucion i shtetit që po e bën numërimin. Do të tregojmë respekt edhe ndaj tyre. Komisionerët vëzhguesit. Unë besoj që e drejta e votës është e vullnetit të lirë të secilit. A tregon lodhjen ndaj proceseve të shpeshta? Duhet të bëjmë analizat dhe vlerësimet tona të nevojshme. Kjo është pyetje për gjithë spektrin politik të Kosovës, mirë po sonte. Fillimisht duhet ta kremtojmë një ditë të qetë, një rikonfirmim të demokracisë në vendin tonë dhe ta presim rezultatin përfundimtar nga KQZ. A ka fesë vendosja sonte ajo? Po bëhet punë e madhe. Dhe ata njerëz meritojnë respektin e gjithë neve. Unë ju uroj juve punë të bërë dhe falenderoj shumë se jeni. A ka fesë sonte vendosja? Pra qytetarët dini që jeni në ulje. A keni me reflektuar? Nuk ka kurrë indikacion për ulje. Besoj që rezultati do të jetë shumë i mirë për lëvizjen e vendosjes, por tashmë procesi ka përfunduar dhe po bëhet numërimi, prandaj ta presim rezultatin zyrtar nga KQZ. A do të festoni? Për gjithë ju. Ka festë